Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Jemi në këtë studio si zakonisht mëngjeseve me të ftuarit e ditës. Sot ai vjen nga një aktivitet shumë i madh i cili përshkon ditët e tij. Një aktivitet që jep emër veprimtarive të herpashershme, por edhe punës së palodhur si mësues, si instrumentist, si muzikant, si kompozitor. Në figurën e tij shumë dimensionale përshkohet portreti i një qytetari të mirë, i një mësimdhënësi të devotshëm, i një njeriu të përkushtuar. Me mua sot në studio është mësuesi dhe muzikanti Bepin Vjerdha. Mirëmëngjes Bepin, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit fort për ftesën që më keni bërë. Në fakt, gjithmonë kur ju shikoj dhe sot që ju jeni në studio, nuk ka si të mos parafturoj atë veprimtari me nxënës, gjithmonë i preokupuar, gjithmonë me instrumente, së bashku me nxënësit tuaj, diçka e pandashme, apo jo, çfarë ju ngjall pikërisht ky aktivitet juaj? Me folë për aktivitetin e fundit që kena vanë? Po, sa të shumta janë aktivitetet, apo jo, është një libër i tërë me aktivitete. Po, është vërtet. Po t'ju drejtohesh ka histori të veçanta. Aktiviteti i fundit ishte në prag të festave 7-8 marsit, i organizuar në Shtëpinë e Kulturës në Lezhë, së bashku me shkollën dëshmorët e Prishtinës, ku ju jepni mësim, por edhe me shoqatën dhe dorë. Një koncert që vërtet mbreslënës, por edhe me shumë pretendime artistike. Po, është vërtet. Faktikisht erdhi drejtori i drejtorisë në shkollën tonë dhe në tjerat erdhi dhe po dhe vendin ku ishte kjo bandë, ku bajmë ne prova me bandën. Aty, ai u befasu faktikisht si ashte mujtën, tha, për me pas, tha, kjo shkollë, tha, këtë bëj bandet. I tha, është kjo banda është rrethor, që ka fillu nga shkolla të rrethtorit, dhe kemi vazhdu këtu në këtë shkollë. I falë në nërës fort e kësaj drejtores shkollës, e cila na ka lëshu një ambient të mrekullueshëm dhe jena shumë komod këtu në këtë shkollë. Një falënderim krejt i veçantë i herës parit është drejtorit tonë që kena Kastriot Facit, që është drejtori i Dhëdorit, por edhe një fali Baket, që është nga Norvegjia, dhe ky person është i vetmi person që ne na animon dhe ka financu edhe ka pru veglat për këtë lloj bandet. Dhe është një investim shumë i madh. Këtu në këtë band po i bi shkurt vet, po krijimi i kësaj bandet është që në vitin 2005 dhe si mjet ne festojmë 15 vjetorin e kësaj bande me në kry të drejtorit Kastriot Faci, po edhe një staf që ka Kastrioti, është Nine Gjinej, është jam unë, është edhe Denis Cacani. Përveç saj, kemi edhe një vajzë, një Bojana Tapalli, që është psikologja e jonë, edhe të gjithë ne këtë staf, ne punojmë 2 herë në javë në shkollë të dëshmorëve të Prishtinës. Është një aktivitet që gjithmonë pulson me shumë shfaqje, por pikërisht tek ky koncert ju patët një repertor shumë të veçantë, fëmijët këndonin shumë bukur këngë të zgjedhura, madje repertori i përzgjedhur me kujdes kishte pjesë nga zhanre të ndryshme muzikore. Faktikisht, drejtori na rekomandoi që ju me ardhë në Lezhë se kemi shfaqje për 7-8 marsin dhe ne ishim krejt dakord, ishim të përgatitun, sepse ne bajmë 2 herë në javë prova, por jo të përgatitun me një kori që kam ba në të dëshmorët e Prishtinës. Pra kanë kënu kori bashkë me gjithë këtë bandën të 30-torit. Kjo ishte finalja e kësaj qfaqet që kanë kënu
një këngë shkodrane, ti me jesi një gëngje, njëkohësisht kanë kënu edhe Bella Ciaun që jam shumë i kënaqur të i ra këta vetë Bella Ciaut dhe të i kënu kori i dëshmorëve të Prishtinës. Atje na kanë prit me një pritje shumë të madhe, sa që momente që kanë kry këta, se kena hap ne koncertin, kur kanë kry këta, të gjithë salla, krejt komplet që mund të ishte rreth 500 vet, me kryetar bashkijet e me kryetar qarkut të Lezhës, edhe njëkohësisht dihet edhe me drejtorin Barllokun, janë qenë të gjithë në kam, i madh e i vogël, dhe kanë përshëndet këta fëmijë që kanë luajtur në mënyrë të përsosur për vetë tyre pjesëve, me një repertor shumë të mirë, shumë qilë për tana. Ju jeni mësues muzike. Si mendoni, sa ndikon muzika tek jeta e këtyre fëmijëve? Po, me të thënë drejtën e shpirtit, kur këta kanë fillu me mu, unë 3-4 herë kam pas mundësin, nuk kam mujt për me adal, po falë Kastriot Facit, i cili më ka najt e kryt, dhe shpesher i thoshe du me elan, s'monëm, nuk jam i zoti ma, s'monëm me ju përgjigje. Nërsa i thote, hajtë ka dal bep, dhe tana punë dhe të shkojnë vend dhe tana gjanat dhe t'jenë regull, derisa kam rrit deri këtu, nërsa tesh në i knatësi, sepse unë punoj me një devacion shumë të malë fort me këtë bandë. Pra është bandë që lidhet me fëmijë që kanë aftësi të veçanta, dhe nuk është e thjeshtë, apo jo? Jo, nuk është e thjeshtë, sidomos fillimi ka qenë shumë i rënd, shumë i vështirë, por falë edhe me Nino Gjinën që kena qenë dorë për dorë bashkë me njëri tjetër, kena punu në mënyrë të palodhur, nuk kena shikju orë, as kena shikju as i lloj gjahet, vetëm si mi ba. Është një marrëdhënie e veçantë, profesionale do ta quaja. Ju jeni muzikant, jeni artist, por në këtë marrëdhënie, unë them, është emëruesi i përbashkët është humanizmi. Është shpirti që paraprin çdo lloj pune. Faktikisht, ne bashkë me gjithë zotin Kastriot, kena shku në Norvegji dhe kena ba disa, me thënë, specializime. Po, pikërisht trajnime, që kam marrë, unë atje kam marrë pikët e mundshme i kam marrë për trajnimin e këtyre fëmijëve. Falë thash edhe herë Kastrioti që ma ka ba këtë dhe nërët, dhe të shesha bedin shumë mirë, shumë letë, shumë këndshëm për çdo lloj provet që unë bëj. Kam mësu edhe notat, për me mira me nota, me përpara. Pra, i luajnë me instrumente, pikrisht me solfesh, me nota, nuk është e thjesht, nuk është e thjesht, ma përpara i mësej notat, ma nëne i bëj me kënu vetë me zatë tynin, pa mërësi si mund të kënojnë ata, a janë t'intonum, as janë t'intonum, por me mu të kënu, unë me ta kanë fillu dhe t'intonohen edhe me za, ma nëna filloj me instrument. Ne faktikisht ndahna në bas të sektorve, ka i herë marrë trombat vetë, ka i herë marrë baritonat vetë, ka i herë marrë trombonat, Ninoja marrë trombonat edhe basin, Tacanik, Denisi marrë trombat, unë marrë baritonat edhe në rona banin. Si mendoni, unë pak më herët ju thash se si ndikon muzika, por mendoni që këto fëmijë në jetën e tyre ka evoluar shumë çka pikërisht nga kjo marrëdhënie me muzikën, me aktivitetin, me motivimin e tyre? Po, këta kaq mirë i ka ba muzika sa që kanë arritë edhe deri aty sa që edhe me folë, sa që edhe me muskjarun të folën. Përveç saj, ata në njësej knatësijet ardhja atyne 2 herë në javë që është në band, prova, ata janë kaq dëgatshëm sa që vinë me kaj orë përpara, me heret, edhe unë rri mandena me ta, mandena filloj provat, pra ka një knatësi, ardhja atyne ka një knatësi. Përveç saj, edhe Zoti Kastriot edhe kjo Bojana janë personat të cilat i rrinë shumë afër,
kanë datlinje, unë I rri gati me kitarë, me fizarmoni, këndojmë këngën, Sa bukur. scenë, ne jemi ba aty si një familje kretë komplet si me një familje. Bile shpesheri thamë që ne jena një familje, na duhet me pas harmoninë, sepse kja është kryesorja, nuk ka qamje, nuk ka përbuzje, Këtu qëndron. nuk ka unë jam I mire, ai është I keqi, asnjë. Janë kaq të dashur me njëri tjetrin, kaq shkrihen me njëri tjetrin sa I den se ke. Kënaqen kur dalin, se knatësia më e madhe e tyre është për me dalë në skenë, për me mujt që aty në skenë kur ata losin dhe rrahin shplak, ka një knatësi kaq të madhe sa I den se ke. Mandena rallën tjetër, baj si punë organizimit, I tham keni lujt mirë, keni bë këtë, po ky ka kënë shumë më I mirë, sepse rallën tjetër ka kënë kështu, pra I organizoj, jam ladhi mirë trunin për me mujt, për me mëllon sa ma shumë. Edhe shoh që kaq mirë, kaq këndshëm, kaq bukur komunikoj me ta, sa s'ka si bëhet. Ba me thënë kush I qerek fjallet për ta, kam hall, kam siklet, kam gja, dhe gjithkund I shikej me I devacion të madh. Përveç saj janë edhe prind janë që janë kryesorët, që atë kapin, I bin, I qojnë, dhe janë kaq të mirë, kaq qetësi gjenë ata në momente që janë aty, ty I ba, ty një fëmijët e tyne, ty I ba prova me mu, sa I den se ke. Këtu qëndron ai çelësi I punës, I pasionit tuaj, tek dashuria, tek humanizmi. Po nuk në një marrëdhënie njerëzore, në një punë që realizohet, po nuk pati shpirt, nuk ka si të mos ketë sukses, nuk ka si të ketë sukses, apo jo. Në fakt, zoti Bep, ju keni shumë vite në arsim. Po, shumë vite kam në arsim. Sa vite keni? Unë faktikisht kam kryer në 74-shin, kam kryer shkollën për Korno, dhe në 74-shin pjesë, po sa kena kryer në qeshor, në shtator jam emnu në Zagor, mësues muziket. I bie të keni 45 vjet. Po, 45 vite të forta, që janë bile marsha veglin e fryms këtë korrën me vedi, edhe e marsha për me studiu, sepse ishte gjithmonë me ba një si tip stazhit, një vjet, ma nena me shku për konservator. E marsha veglin e fryms vetë me vedi se flashim atje, na? Edhe thoshin, që është një harush që bërtet. Histori veçanta, apo jo? Ma nena thoshin, ma nena na ka I ka I harush. Kur pata I vetën. Interesante. Atë, në 74-shin, kam kanë ma nena në orkestre simfonike, derisa ka përfundu krejt komplet orkestra simfonike, se ka zë për veprimtarin teme, deri në 90-ën. Në 90-ën, faktikisht, si instrumentist me korno, në orkestrën simfonike të filharmonisë të shkollës. Dhe më thënë, kam kanë I pari që kam kryer për korno, dhe kam zëvendësu majnë mend Nart Boshatin, që I ka ra. Nderim shumë, respekt për këtë njeri. Atë Ajela. Dhe Nart Boshati ka qenë korno e parë në operën Mrika. Ju jeni stafeta. Stafeta e ti. Në fakt, Bepi, ju keni mbaru shkollën e muzikës? Po. Si kanë qenë vitet, si një afruar pikrisht të kjo shkollë? Keni patur ndjesi prirje që në hershmërinë tuaj? Po, është e vërtet, unë në klasë 5, ose në klasë 6, ma mirë me thanë, kam kanë për kitarë në shtëpi pionierit me Ernesto Çobashin, në kitarë, dhe mas asaj, mas I si kryeva klasën e 8, shkova në konkurs që u hapë për herët parë shkolla muzikës, dhe e fitova, dhe kam kryu atë. Momente që kam kryu atë, për korno, faktikisht atë veglin nuk e kishe fort me qej, po mallane, me mësues Lek Gjergjin I miri, një mësues I mrekullueshëm, nuk di se si të flas me të, ishte I vetmi person mësuesit që u qoshim natën 6 natës, për me ba notat gjata dhe shkallë, dhe na vite atë, pa lviz vendit 6, dhe në 8. Në 8 sahatin manena u fuqim në mësim. Kjo ishte një hasar. Respekt për këto njerëz të mrekullueshëm. Dhe aja, kjo më ka ba mu që unë me kanë
në kryt e kësaj bande, sepse Lek Gjergji ka qenë i vetmi person që ka bë bandën e parë në shkollën e muzikës. Dhe unë majnë mend që shpeshherë që kanë ardhur kështu personalitetet të mëdhej, në Shkodër tonë ishin 2 banda. Njëna ishte në fillim dhe tjetra ishte në të qendra e Shkodrës dhe të 2 bandat loshin në mënyrë të përsosur. Ishin të dyja me nxënësat e shkollës muzikës dhe ajo banda tjetër ishte e shtëpisë kulturës. Dhe me ato që më ka afru ai profesori Lek Gjergji, i mjeri Lek Gjergji, ato që më ka afru, unë i kam në tru dhe më ka spjegu se si duhet për me marrë frym, si duhet për me ra instrumentit e tjere. Pra, të qenit nxënës i profesor Lek Gjergjit ju ka frymzuar që ju të më pas në vitet e punës suaj të ngrini bandën muzikore me nxënësit, me fëmijët e vëdar. Faktikisht, bandën unë nuk ishe për atë punë, po faktikisht më thot Kastrioti që kam pas fëmin e djalin e Kastriotit, Henrin, e kam pas për kitarë dhe në tjera të i ba ma bet me te për punë të kitarës, më thot, më kanë avit apër, thot, për me kriju një band, thot, këtu, thot, mundësish me më nimu, thot, bet. Po, më i thon vetëm për qa mundën për me të nimu. Ma nëna më tha, të shti do të rish këtu dhe do t'jesh në kryt e kësaj bande. Personi adapt. Po mirë, e keni filluar mësuesin në Zagor. Në Zagor. Pas Zagorës, ku keni qëndruar sa kohë? 2 vjet kam qëndru atë, kam shku për shkollë të nalt, nuk më ka darë shkolla nalt, kam shku ushtar, kam ba ushtërin, jam këthuj për ushtërijet, kam fillu më nena, mas ushtërijet, përgjes kulturet. Dhe përgjes kulturet kam fillu në Hajmel, kam fillu në Mjet, më nena kam marrë përgjes zonet i kulturës për tanë zonën, në Mjet, prej Mjetet më prune në Gurxhi, në vend të Reshat Zaganjorit, Reshati ardhi në Shkodër dhe mas Reshati ka ardhi. Në fakt, ato vite të punës me qendrat e kulturës, kujtohen si vite aktivitetesh të mrekullueshme? Po, të mrekullueshme, aty faktikisht ka qenë, për para mejet, ka qenë një nok pisolli mësues muziket. Dhe një farë Gjovalin Gjonit, edhe i miri edhe i ka dek, ai ka qenë si përgjegjës zonet, në atë kohë kur kam shkuën, dhe një ditë më thot, pse nuk vazhdojmë në festivalin që e ka vazhduar në Pisolli. I tham, si ashtë puna festivalit? Se më thot, me marrë, thot, prej këtyne këngëtarëve që janë këtu, me a halë noti, a monësh, po përprovojmë, i tham vetëm, ishte hera pa që po e bashkë këtë dhe punet. Po e provova, bashkë me një muzikant shumë të mirë dhe ideal shumë të mirë, Irfan Mitko, shumë i mirë. E përshëndesim, shumë muzikant i mirë, a i më një maj katë shumë sa i denë se ke, a i edhe orkestraj, e njifte mirë harmoni. Qfar pune, qfar pasioni, me vatrat e kulturës, me qendrat e kulturës, ishin disa këngëtarë që kënoshin në për dasma, në për evente këshit ndryshme që kishin atë. Unë ai mjepte një farë ideet komplet, mandena ja nërtoshim në mandena, këtu me knulli këtë, për knulli këtë pasazh këtu edhe këtu, kem pas edhe një farë Frano Kullit, shumë i mirë, shumë i talentum. Frano është një person që të rrallë ka Shkodra, po ai na krijote këto vargjet ndryshëm, na i shikote të gjithë tekstet dhe krijote tekstet nga më të ndryshmet, shumë i talentum, shumë i talentum. Mandena vazhdaja i gazetare, sot është në Lejsh, shumë i mirë, shumë i edukum. Është një libër veprimtarish që ju keni realizuar, apo jo? Po, është e vërtet, në faktikisht jam edhe në shtëpinë e pionerit, në cilën unë kam edhe një kompleks ose grup kitarash, që me këto kitarash unë kam shku në shumë vende, në Got Talent që janë këta, në Tiranë, shpesherë. Pra në kompeticione të ndryshme. Kam këtu me Farit Elazin, bile ajo ishte shkakja e parë, që mu më dha një lloj forcet për me dalë në skenë. Më thot, du me kënu, thot, me kitara, thot, ti keda kitara, thot, pse s'dalim bashkë për me kënu, më thot. I tham, krejt gadi, më i tham vetëm, pa, prandën ti, thash, për me kënu me mu, që ke, tha, ti, tha, gjem, tha. Sa bukur një bashkëpunim, i mrekullueshëm.
ishte një qfaqe që ishte këtu në teatr, për Ashikun, për mjeshtin Ashikus, fizionomistin. Shefqet Kruja? Ja, fizionomistin Ashiku. Ne, se s'po mbjen men, agja I Paç Ashikut. Po. Edhe kishte një përvjetor në teatr, e kënu me këngët e tia me kitara, pra një 16 kitara, dhe po kë kompleks kitarave janë fëmijë që ju I mësoni? Po, fëmijë që ju unë kam ndjekur edhe në programe televizive, manena, me atë impenjimin I jashtëzakonshëm, me atë tingullimin e ngrohtë të kitarës. Po, të kitarës dhe e rëndësishme është si prej aty na çej me faretja prep na morin në Tiranë dhe kena shku të pallati I kongreseve atje në Tiranë dhe me të thënë drejtën e shpirtit u gëzuam kaq shumë sa I den se kjo ishte spondeja që më dha, ndërsa tash unë vazhdoj me këtë grup, kam orkestru vetë me kitarra, thjesht, ja gjatë ngatrume, synin si qërshia disa këngë me fjalë, që unë I kam ba edhe në teatr, I kam zjarë edhe gjithkund tjetër. Sa bukur, aktivitet I jashtëzakonshëm, aktivitet që pulson me sukses dhe që lidhet me emra fëmijësh që ju I përcjellni e vazhdojnë ata më pas mbasi të rriten qëndron ajo ndjenja e muzikës, e instrumentit në vazhdimsinë e tyre. Po, unë ala vazhdoj me këto, por gjithmonë kjo rrin të lëviz sepse kryen klasën e 9 edhe nuk vin manena. Kur da një shkollë të mesme, por unë jam vazhdim, se jam të 20 e sa vjetë, që jam në shtëpinë e pionerit, dhe vinë 2 herë një javë, ka dhe prej atyne që vinë edhe për bajnë edhe ma tepër në shtëpitë e vetë, po kryesorja është baza është prej tanë shkollave të Shkodrës, janë që janë në shtëpinë e pionerit 2 herë një javë, që I bëj me ta. Dhe e maj me fjalë këtë lloj grupit. Jashtëzakonisht bukur. Ju jeni prej më se 20 vitesh mësues në shkollën dëshmorë të Prishtinës. Ja, 30 kam. 30 vite. Pa, 91-shin fix kam fillu aty. 91-shin dhe e sot vazhdoj aty. Histori tjetër, apo jo, paralele me gjithë këtë aktivitet? Paralele. Unë mundohem me punu, po nuk ka shkon ditë për me keni instrumentisti mirë, sepse këtyne I shkon mendja fort, duhet me keni duhet me keni herë ma përpare mësues pedagogi mirë. Kja është kryesorja që unë ja kam mush mendën vedit, që me keni herë pedagogi me punu fort, dhe kjo më ka dhanë edhe rezultat. E ka marrë edhe prej të mallit Zefqova, si thote duhet se s'bën vetën punë për me mujt, për me dalë. Ju jeni një shembull I punës dhe për kushtimit vet. Po, mundohem. Çdo ditë keni një marrëdhënie të jashtëzakonshme me fëmijë, me instrumenta, diku me bandë, diku me kitarë, diku me mësues, me aktivitetet, me dhënien e mësimit, një njeri që pulson, apo jo? Faktikisht, për mësuesa muziket, e mirat është me pas një instrument se s'ban dorë, pavarësisht se që mund të kenë krye, që mund të kryen, mund të jenë instrumentista shumë të mirë, dhe ato duhet për me kap me gju në për shkolla muziket, në për shkolla për me lanë muzikë, sepse pa instrument është shumë vështirë. Unë mundohem me gjithë shpirë për me lanë orën e mësimit mirë, me fizharmonik një sa mundem, me kitar po një sa mundem, dhe nuk tolerej që me pas atë gustë që fëmijët kanë fillu për me marë. I bëj ma tepër këngë shkodrane, ma tepër këngë fëmish, të cilat për me mujtë për me kriju një farë bagazhit mirë, sepse e shof që këto televizorët tonë japin nga më të ndryshme që për mendimin tim nuk janë hiç edukuese për këta fëmijë. Unë mundohem që me kenë sa ma korrekt me kriju një bagazh krejt tjetër për ata që na kena mësu.
Çfarë përkushtimi. Besoj se edhe të gjithë ato që na ndjekin e ndjejnë pikërisht këtë kërkesë të madhe dhe këtë punë këmbgulse që ju bëni. Është fat i madh që fëmijët të kenë mësues të tillë, të cilët në radhë të parë edukojnë e më pas ndërtojnë prirjet e tyre për të ecur në vazhdimsi. Në fakt ju zotëroni disa instrumente muzikore. Po disa është. Është kështu apo jo? Po që e njeh mirë kitarën që e kam dorë gjithmonë, edhe veglin e frymës po. Se jena me bandën e qytetit, bile një përgëzim fort mall i dedikohet edhe atyre Shazzaganjorit, të cilën e krijoi edhe herë bandën, edhe unë disa herë kam bërë bisedë me të, i thoshe je i mirë, je i mall, po nepi forca, dhe një përkushtim shumë të madh që ka i Kujtim Alia, ajo është i papam. Respekt, janë këto njerëz, prandaj e bëjnë Shkodrën të tillë. Është kreti papam, një punëtor i papam, me i komunikim të mrekullueshëm aty të aja band. Dhe kjo band ka rrit në atë stadin fort mirë, fort pesmarit, sa që në Italinë kemi marrë çmim parë, ty pa se çfarë bandash kishte morën pjesë atë, banda prej tanë botet, kur thëmë prej tanë botet dhe na ushqume në bandat më të mirë dhe morë me çmimin e parë. Keni luajtur edhe një repertor shumë prestigjos, klasik, të përzgjedhur edhe në mënyrë të jashtëzakonshme. Madje takimin kombëtar të bandave, të cilin tashmë Shkodra po realizon, banda e Shkodrës ose orkestra frymore e Shkodrës është cilësuar pa vetëm burrje, po orkestra më mirë. Kam pas shef, kam pas dëshirë gjithmonë kur u bë ky konkurrimi i bandave, faktikisht kisha qejf dhe dëshirë që me i bë një përshëndetje me bandën time, pa çuaj. Po, atë që drejtoni juve. I pari është Kastrioti, i pari dihet apo unë vjen Manena Bojana, Manena Vimna, që jena... Se jeni shumë modest. Ju kryeni një punë shumë profesionale. Di me thanë këtë që me thanë drejtën e shpirtit u zhgjenjeva dhe ka që shqetsova sa i denë se ke. Tu i menu se po shkoj e po baj një tip paraqitje që me pa që këto banda që janë këto, është edhe një band me këto fëmijë. Dhe kjo band nuk është, jo në Shqipni, nuk bëhet fjalë që është në Shqipni, po në gjithë Europën nuk ka. Dhe është në bandat që ka ecë dhe ka evolu katë shumë sa i dinë se ke bile na s'po del prej temet, dhe e mendova që po shkojmë, e po i lash fjalën këtyne, që i thash ne do të shkojmë me i përshëndet, sepse fola me këto e mora prej stafit mat ullt, pa shku në bashki. Të i menu se ma këthen mu këtë dhe... Absolutisht, sepse është një aktivitet. Ishte një aktivitet taman i për ta. Me të thënë drejten u zhgjenjeva, u vrava i fije shpirtnisht, sepse nuk dishe edhe se që me i ba biset këtyne. Por të ju thanë që ne na kanë caktu për me i jashtë, unë atë nuk e pranova. Edhe ata u skerune ma tepër, sepse jashtë janë si janë ata, janë dhëtë ata përmëndajnë kam, e mirë ata duhet për mi dit ata punta, por edhe ratë, edhe na i bëmë, ne atë jashtë nuk. Me gjithë atë unë kam dalë jashtë, kena lujt jashtë gjithkund, po. Besoj se duhet akoma më shumë mbështetje. Ajo që ju e jepni vazhdimisht të rrezatoj edhe tek organizatorët në raste të tilla. Bepi, unë desha të ndalesha edhe në një anë tjetër të veprimtarisë, sepse deri tani Bepin Vjerdha jo vetëm mësues, o instrumentist, drejtues i një formacioni frymor me bandën në dorë, pjesëmarrës dhe instrumentist në orkestrën frymore të qytetit, me kompleksin e kitarave, jeni dhe kompozitor, sepse disa vite ju keni marrë pjesë me krijimtarin tuaj, më herët ne transmetuam njërën prej këngëve tuaja në festivalin Lulebor për herë të parë në Shkodër kush vjen, dhe keni patur dhe krijime të tjera. Çfarë ju jep
kjo marrëdhënie me muzikën tashmë me krijimtarinë tuaj? Faktikisht ju shpjegova edhe më përpara. Për punën e festivalit unë kam banë në 78-ën, 79-ën kam fillu festivalin në Laçvadasit. Si ta shpjegova më përpara, dhe kjo më dha një sfondo kur ardhi kjo punë. Lulebors thash, po provoj më. Po si? Se na kompozitora si jena, po Me provoj. muzikën merremi. Dhe me të thënë drejtën, kam lanë për çdo rallë të kësaj, kam lanë. Vjetë për shembull nuk është pranu një këngë e jemi. Sa pranu, që ardo. Po kënga Me vazhdu dhe të vazhdoj për Niki Mjeda dhe Leonora Luca e këndojnë shumë bukur për herë të parë në Shkodër kush vjen. Janë të dyja me një zat mrekullueshëm, njëra më mirë se tjetra. Unë faktikisht kam pas gjithmonë me këtë Norin Luca, unë habitem, është një nër muzikantët në mësuset më të mrekullueshëm, ka të ku me punu në Don Bosco një 3 vjet me te, dhe me të thënë drejtën, si është e mujtën me kene e njëri kreti pa lollën, me atë vokal tanë kohën të iknu me fmi, shumë mësuse e mirë, shumë e lanë, shumë e përkushtume. Kur bisedon me ju, Bepi, ju gjithmonë me shumë modesti i drejtoheni njerëzve bashkëpunëtorëve tuaj, të cilët natyrisht kanë meritat e tyre të padiskutueshme, por ju në një farë mënyrë i adresoni suksesin të tjerëve, gjë që edhe këta më kanë adresu mu, më kanë marrë mu, kjo është marrëdhënia njerëzore që ju keni krijuar. Kjo është marrëdhënia njerëzore. Por gjithsesi është një punë e palodhur, një punë shumë planshë, një punë që ditë pas dite ndërton, ditë pas dite ka rezultate, ka duar trokitje, ka shfaqje, ka aktivitet. Keni tashmë shkollat kanë mbylljen për shkak të koronavirusit, por gjithsesi në planet tuaja afat shkurtra dhe afat mesme, pa tjetër që janë aktivitetet të tjera. Po, na përgatitena faktikisht për festivalet që bëhen krye 3 vjeç në Norvegji dhe shkojmë me këto në Norvegji. Dhe janë ma shembull se sa çdo tjerë atje. Ata kanë lutë 100 vjetorin, domethënë me këto lloj fëmijësh, me këto lloj bandash. Ndërsa ne kemi 15 vjet që jemi me këto banda. Dhe krye 3 vjeç, domethënë na kena 4 herë që shkojmë dhe tesh përgatitena për herë të fundit që kena kanë në 2019 në Norvegji. Në festival, janë festivalet këto, që janë shumë ishuj dhe bëhen rreth 15 ose 16 banda, dhe në këto jana edhe ne që jena të afrimum për më shku në këtë festival. Dhe në 2019 kanë kaq mirë, sa që kena marrë një certifikat mirënjohje të mrekullueshme, ndaç në sjellje, ndaç në tërame. Kena pas kretë komplet repertor, kretë të ri, dhe këto kanë kriju një repertor kaq të mirë, kaq gjanë, kaq pesmarit sa i denë se ke. Tesh vonë kam ba një Bela Ciao që e kam ba vetë, e kam edhe orkestru vetë, të i pas parasysh se i njeh kretë komplet se sa kanë fuqi dhe forcë këto për mira. Dhe ka dalë në mënyrë përsosën. Me këtë koncertin e fundit që kam dhënë Lezhë, kanë kënu fëmija, i kena ra në i herë banda, Bela Ciao, mandena kanë kënu fëmija, mandena prep edhe i herë kanë vazhdu banda të ashtu. Harmonizimi në realizimin e një pjesë. Ka kanë një qfaqe shumë e bukur. Bepi, ju thatë se keni një aktivitet rreth 45 vite. Në fakt, gjatë kësaj periudhe keni patur sfidat tuaja, keni patur piksunimet, aktivitete, libër, do thosha, roman të ecurisë. Roman, si e po. Roman, do të thotë që histori të veçanta që lidhen me linjën tuaj kryesore, që është drejtimi, krijimi i grupeve, shfaqjeve. Kjo është diçka shumë e bukur mbreslënse. Në fakt, duhet t'ju bëj një pyetje që s'duat më përgjigjeni me saktësi. Jeni pasur? Unë e di, s'ka nevoj. Jeni pasur me mirënjohje, me shumë marrëdhënie, me shumë përkushtim.
kjo është ajo bazë shpirtërore e cila patjetër që ju nxit për ditë për të punuar, apo jo, që të keni shtysa të jashtëzakonshme që her pas here të hidhni hapa të ri tek ecuria juaj, tek fëmijët, tek nxënësit, tek instrumentistët, duke gjetur gjithmonë repertorin, pjesët, orkestrimin, realizimin, marrëdhënien e veçantë psikologjike, por edhe piksynimin e fortë pedagogjik që ju keni. Ky është mësuesi, ky është muzikanti, ky është njeriu, ky është qytetari, ky është Bepin Vjerda. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj edhe ju, fort. Ishit vërtet për mua, por besoj edhe për dëgjuesit që na ndoqëm, një shembull i shkëlqyer ecurie, përkushtimi, pasioni, puna. Ju uroj mbarësi gjithmonë, shëndet e jetë dhe këtë përkushtim të mrekullueshëm që ju keni në punën tuaj. Ju falenderoj edhe ju për ftesën që më keni dhënë dhe kam qenë krejt lirshëm në Po padyshim, sepse është jeta juaj. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit.